Nëse bëhet fjalë për një karakter të drejtë, këta përfaqësues të zodiakut janë pikë referimi. Luani. Luanët janë persona jashtëzakonisht të përgjegjshëm me një ndjenjë përgjegjësie të lindur dhe marrin gjithmonë role leadershipi. Kanë shumë influencë mbi njerëzit e tjerë, si me anë të fjalëve ashtu edhe me veprimeve, por nuk i përdorin këto aftësitë e tyre për të dëmtuar të tjerët. Gjithmonë të impenjuar për të ndërtuar gjëra të mëdha për veten e tyre, shqetësohen gjithashtu edhe për ata që i rrethojnë në mënyrë që të zhvillojnë potencialin e tyre. Këta persona gjykojnë në bazë të asaj që është e drejtë dhe nuk kanë interes të bëjnë keq askujt. Karakteri i tyre është ekzemplar. Peshorja. Peshorët meritojnë një vend në këtë listë sepse janë persona të fortë të ekuilibruar. Nuk janë perfekt dhe janë të ndërgjegjshëm për këtë, por punojnë gjithmonë për të qenë një version më i mirë i vetes, duke balancuar pikët e tyre të dobta dhe të forta dhe duke impenjuar seriozisht në marrëdhëniet e tyre. Mund të jenë të vrasht, por kanë dhe ndjeshmëri. Dinë si të vendosin objektivat, por edhe kur është momenti të mbyllin gjërat. Mund të mendojnë për suksesin e tyre, por nuk i bëjnë dëm askujt për të fuqizuar vetë. Janë bashkëpunues fantastik. Akrepi. Akrepi ndodhet në këtë listë sepse përveç karakteristikave si vendosmëria dhe personaliteti i fortë, është jashtëzakonisht besnik dhe nuk heq dorë kurrë nga ajo që dëshiron. Lufton për ata çka do dhe nuk i lejon pa drejtësitë. Me një karakter të mbrojtur me forcë, Akrepi beson se veprat vlen më shumë se fjalët. Prandaj ditë pas dite dëshiron ta ndryshojë botën për mirë, duke vepruar gjithmonë me drejtësi dhe duke respektuar hapësirën dhe kohën e të tjerëve. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.